Alfred Alliu, Panaja. Sa vite ke që merresh me peshkim? Kam ja 12 vjet në peshkim, se këta burazë ka një 25 vjet me peshkimin. Po më përpara me çfarë jeni Më marrë? përpara unë jam marrë në emigracion. Kam qenë në Greqi 25 vjet në Greqi. U kthem ande, u bëm me vllan bashkë, zëm licenca me dokumenta me gjitha. Po këto vitet e fundit ka qenë çik dobët peshkimi, nuk ashtu. Ka qenë dobët, Po para 10-12 vjetë. Po nuk e di, nuk punohet mirë kanali si duke që bën lidhjen me detin, se ky ka lidhje me detin, që bëhet kanali ande. Tem ne për ata arsye, për ashtu. Po edhe koha për shumë ka rënë koha nga ftoma. Ndryshime klimaterike. Po të garantuar, ajo është e garantuar. Zakonisht çfarë peshku gjuani këtu? Po zakonisht është kosja, lavraku e qevlli. Peshk tjetër nuk ka, këta tre janë. Edhe ngjallin që kemi ngjallin ne, po ngjalla me sezone. Është i preferuar peshku i lagunës? Po, lavraku, kosja, qevlli. S'ka lidhje fare me detin apo me Karavastan. Ky ka ndryshim se ujë të këtu është ujë i kripur. Ju e shisni apo e përdorni për shtëpinë tuaj? Po zakonisht për familje për kështu, po e ku teprona njeh shumë e shesim ashtu brenda në fshat ose lokalet janë lokale këtej shumë. Latë emigrimin edhe u futën në peshkim. Po. Si u lindi kjo ide? Po unë kisha vllan 2 vëllezër atje, dhe ajo ishte edhe nipi, hajde, pse do rish pa punë. Se ne na perdulim këto që kemi këtu nuk ka gjë. E të hyrin i qef? E hyrin i qef, mua blem bakën, blem ato materialet gjitha, bëm materialet, fillon, këtë në fillim para 10 vjetë ishte mirë, se kishte. Dite punës më mirë nga greku e nga italiane nga gjithë. Pasaj si ndryshoi klima, ja shikon veti, nuk ka gjë. Në këtë kohë po të ishte ftomë shumë, do dilin gjithë me 50 kg, 60 kg peshk. Ku ka, ja dolën ata shokët, 3 kg peshk. 3 kg peshk. Tani 3 kilometra, ti hedhësh në gjallë për 3 kg peshk nuk ja vlen. Dhe sa shitet zakonisht ky peshk? Po tani kur s'ka për shumë vete, për shumë lavraku vete me 10.000 lekë, 12.000 lekë. Kosja me? Kur s'ka, kosja me 6.000 lekë. Kosja. Qefli me 5.000 lekë, 6.000 lekë edhe qefli madh, flasim të madh, se i vogli 3.000 lekë, 4.000 lekë. Më përpara kjo lagun ka patur pafund. Laguna këtu s'kishe ku e çojë peshkun, nuk kishe ku e çojë peshkun. Zgjidhë çdo varka aty se këtu zakonisht gjithë lagunë janë 40 varka. Janë me licenca. Po. Përveç, më thuj dhe i diçka të fundit, përveç ndryshimeve klimaterike, ka patur gjuhët i pa kriter normalisht nga ata që janë pa dokumentacion? Jo, këtu në gjorë nuk ka patur, që këtu e shkonti janë të gjitha me targa. E keni ruajtur? Janë, po e kemi ruajtur, kemi ashtu. Tani doli në njëri që mori 2 kg peshk për atë për shumë nuk. Problemi është se këtu s'ka patur as dinamit as gjithë, ka patur rregull. Se ne që kemi qenë të përjeshëm, nuk është se kanë ardhur vinë të uaj nga jashtë. Kur vinë ata, për shumë gjuhet me grepa, me lavraka, anës, kështu, argjinaturës. Po pa dëm, pa që fare, nuk është. Faleminderit. Problemi i peshkut ishte vetëm temperaturat. Faleminderit. Sa vite ke që merresh me peshkim? 24 vjetë që merrem me peshkimin. Keni peshkur vetëm në gjollë këtu në lagun? Vetëm në lagun, me licenca, edhe me lejë peshkimi fillimisht nga komuna. Dhe pastaj na Pastaj me UMP-ja. U futëm me UMP. Me çfarë peshkoni? Rjeta, edhe falkoj për ngjallën. Rjeta për peshkun, falkoj për ngjallën. Tani është çfarë peshkojnë në këtë periudhë? Tani në këtë periudhë është koha që e lavrakut, që lëshon vezët, lavraku. Po edhe qefli, në krahasim me kohën, që do bëj koha e ftohtë, do jetë -2, -3, atëherë peshku bie qëllon më mirë në rrjeta, në mrezta. Si ka qenë peshkimi në këto vite dhe vite më përpara kur ju peshkoni? Tani këto vitet e fundit peshkimi është në rënie, sepse janë shumë arsye me fjalë. Në rast parë janë kushtet klimaterike që janë ndryshuar. Ndoshta edhe anë detit mund të gjuajnë anijet e peshkimit, edhe nuk e lejojnë peshku që të futet brenda në kohën që furnizohet laguna. Të themi për kanalet kanë punuar, kanalet kanë qenë të hapura, këto 4-5 vite e fundit apo edhe më shumë, kanë qenë të hapura, kanë punuar mirë. Pse ka rënë numri për vina gjuetia e palishme apo nga ndryshimet klimatike? Jo, nga ndryshimet e klimës, Këtu gjuhet me shtytha me fjalë mbi 30. Mbi 30. Sa varka gjuajnë sot dhe sa gjuajnë më përpara? Më përpara kanë qenë 30 varka. 30-35 me fjalë, varësi që mund të futet edhe ndonjë tjetër në UMP. Ndërsa tani janë reduktuar, mund të jenë 15-20, sepse zona e nartës dhe Zvënesit po thuaj se janë larguar. Po. E keni patur pasion apo ka që një nevojë ekonomike në shtëpi? Ishte pasion me fjalë që unë futa në peshkim. Një kunat e im vinte me fjalë për të gjuajtur peshk kanaleve këtej, edhe kishte një 300 metra rrjet.
I mor ato rjetat, u futa në ngjorë me ato rjetat, i themi shoku, i marr bark me ati shokut, dhe u futa në ngjorë. Kapëm një peshk në fillim. Pas andaj më thotaj shoku, a ti edhim rjetat tot. I odha rjetat atje, ditën tjetër ka pa 40 kg peshk me 300 metra rjet. Atëre u fut ajo pasioni me për të gjojtur edhe në ngjorë në lagun. Do vazhdoni të peshkoni? Po patjetër sa të kemi mundësi. Jeni bërë si vëllezër tani, ja keni trashëguar një ose ja keni Ne jemi, po thuaj, kemi familjar. Po. Sepse ishim tre vëllezër, kishim ne nipse, kishim 2 barka. Të dyja barkat në herë të liqësora. Artan, e shisni apo e përdorni për Edhe kemi shitur, jo e shesim. tërhiqje kemi peshku shitur. lagunës? Tërhiqet. Është i mirë. Tërhiqet është shumë i mirë. Okej, faleminderit. Asgjë. Dalë